muslimanët sot janë largu prej këshillave të Allahut dhe porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ceki që do t'ju vërsulen, që shtova edhe ti vetë, jemi duke kaluar si umet një situatë pak të vështirë, dhe do t'ju vërsulen juve umetet, ashtu popujt, ashtu siç i vërsulen pijatës, njerëzit e unta apo insektet. Edhe në këtë rast kur i vërsulen të sahabët, ja Rasulullah, a jemi pak në me numër? Jo, tha, nuk jeni pak me numër, ju do t'jeni shumë, mirë po nuk do t'jeni, tash unë po tham, nuk do t'jeni produktiv, do t'jeni me numër shumë sikur se shkume e detit. Nuk do t'keni as pak vlerë. As pak vlerë, edhe Allah do t'ja çojë ju e vehenin. Thanë, shka veheni, ja Rasulullah? Tha, el-wahnu, tha, me dashuru jetën e kësaj bote dhe me urrejt vdekjen. E kjo kur besimtarët nuk e kuptojnë që vdekja është një realitet i pashmangshëm, atëherë duhet mu përgatit. Kur vjen sezona, besimtari përgatitet për vdekjen, tregtari përgatitet për sezonën, studenti për provimin. E mendoj që një ndër defektet që ne si ummet jemi në këtë situatë të pa gëzueshme, të pa lakmueshme, të pa dëshirueshme, është shkaku i situatës ku muslimanët nuk janë të unifikum dhe nuk janë të bashkum. E pse vjen kjo? Kjo vjen normal si shkak i devimeve metodologjike, ideologjike, devimeve ku edhe fetare, parapja harameve. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shka prej porosive të cilat ja u la sahabeve, tha, nuk kam frikë që ju do të lëshoni fejen, mi por kam frikë që ju do të garoni për këtë dunjë dhe do të mbytni njëri tjetrin. Andaj tha, bereqeti dhe mëshira Allahut është në unitet, duke u bashku, o l-firqatu adhab, ndërsa përçarja është azab dhe dënim. Dhe kjo muslimanët sot kur të shohna nga këndi jon, sot muslimanët jemi duke hik për këtë faktor, për këtë shkak, për arsye se nuk jemi të unifikuar edhe në metodologji edhe në mënyrën e zgjidhjes së problemeve shoqërore. Në mënyrë se si e vlerësojmë dunjan, fatkeqësisht diçka që është kalimtare, ne më shumë e vlerësojmë, më shumë japim mund për këtë që është kalimtare, dim se edhe kemi pa shenja të shumta që Allah për një moment mund me shkatru. Tërmetet, vërshimet, vulkanet, tornadot. Para disa muajve ishte në Amerikë tornado, e cila po thuaj se shkatoj një qytet. I shohim këto njerëzit prapë ma tepër lidhen me këtë që është e përkohshme, kalimtare, edhe harojnë ata që është e përhershme. E kjo nga buron nga ajo që njerëzit akoma nuk e kanë qartë konceptin e dunjas dhe konceptin e ahiretit. Po të dy botra të cilat ekzistojnë dhe do të janë. Dhe shpesh na akuzojnë ju vazhdimisht e përmendni vdekjen, pse mos me jetu në këtë dunja. Askush nuk e ndalon jetën e këtë dunja me u kënaq me mirësitë e kësaj që Allah i ka lejuar. Por qëllimi është që njeriu ta ndërton konceptin e jetës së tij për me fitu më tepër, me shfrytzu këtë dunjë për me fitu prej mirësive të Allahut. Diçka që është e përhershme. Ti mundesh me investu në shëndetin tënd, po prap në këtë dunjë Allahu askujt nuk i ka dhënë përjetësi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. E fe imitte fe humul khalidun, Allah i thot pejgamberit, nëse ti vdes, ata do të jetojnë përgjithmonë. Kur ja dashurit ti ja përmend. Ja ka caktuar vdekjen, inne ke me jetën, ti ke me vdekje edhe ti i vdekshëm dhe ata janë të vdekshëm. Kjo është se njeriu vetëm nëpërmjet islamit, besimit, ka mundësi me ndërtu konceptet e drejta dhe sakta, edhe paraspeshën ta vendos në mënyrë të arsyeshme, në mënyrë që sikurse jo rastisht Allah na thotë fela taqilun, a nuk mendoni pak, a nuk analizoni, a nuk i matni sendet ashtu si duhet. O Zot, këto muhabetet apo shembull që i ceke edhe ajetet, është normal sicili prej neve e gjen veten dikon. Shembull, unë them ti si musliman, unë kur foli me bashkëbisedues xhamat dhe kështu me radhë, tham këshire ti me çka kontribon në unifikimin edhe atë hallin që e kanë muslimanat. Shembull, ti a munosh pasuri me fitu me halal? A ndalesh me fëmijën tan me lexu ose me dëgju një ligjërat? Qoftë edhe 5 minuta. Unë mendoj këto damet të cilat i kemi si ummet, apo devimet janë rezultat i mos aktivizimit ton shoqëror. Shembull, ndash në shtëpijet tona, ndash në xhamiat tona, ndash në për institucionet shkollore, arsimore. Atëherë do të thotë që ne jemi në një krizë të madhe, e cila duhet të mobilizohemi
Edhe devijimet vijnë pastaj edhe dënimet e Allahut subhanahu wa taala vijnë. Edhe kur devion prindi nuk e vet e vladin e tij nga e ka fitu pasurinë, pikan shkë telefon, vajzën me vet, djalin me vet, pikan kjo vetur, pikan kjo shtëpi, pikan kjo mall, pikan kjo pasuri. Domthon ne duhet ta vesim pastaj pasojat kur të vinë në jetë të ndryshme janë si rezultati i veprave tona. Andaj edhe ummeti islam është duke çalu, është duke u pengu në realizimin e asaj të drejtës që Zoti na i ka pru këtë sheriat, është çalimi në të drejtën e fejes, shembull duke manifestuar me dituri, me pasuri, me edukim, dhe këtë këto sot si musliman ne jemi duke pa mos unifikimin e muslimanëve në baza të shëndosha që Allah na thret wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, të gjithë bashkoni për litarin Allah dhe mos u përçanu.